shumë 19 vjeçari jam pa fiqa. Kret në rregull është prindi, por armën pse me marrë me veti? Mundet me shkuaj me pi kafe dhe na kemi fëmijë dhe fëmijët to ndalin. Ngjarjet që na kanë trondit të gjithëve, neve dhe mu si kryetar komune, kështu që shfrytëzoj rastin të shpreh ngushëllime familjeve që i kanë humbur më të dashurit e tyre. Ato nga perspektiva e vrasjeve e natyres e tyre, do me thonë i kemi ekspertet këtu, se i kemi edhe avokatet edhe prokuroren, por nga perspektiva ime, unë mendoj që na do t'i kthehemi shumë edukimit edhe arsimimit. Do me thonë se baza është ashtu, nashta duket pak jo, po gjeneza është të edukimi. Do me thonë prindrit do të merren shumë ma shumë me fëmijët e tyre, se nuk ka logjik një prind mos me ditë ku e ka fëmijën në atë kohë, nuk ka logjik një prind mos me ditë çka bart fëmija i tij. Do me thonë, po thamë fëmija dhe pse ka qenë moshë 19 vjeçare, po megjithatë është mosha, do me thonë, më po çfarë kohe po flet ne, zotni Idrizi? Në ora sa? Se po thunë në atë kohë. Po ka qenë ora, do me thonë, mbrëmje ka qenë ora dikon, nuk e di, nashta ka qenë ora 9 mbrëmje sa ato. Valla 19 vjeçarët janë jashtë, shumë 19 vjeçarë janë pa fiqa. Kret në rregull është prindi, por armën pse me marrë me veti? Mundet me shkuaj me pi kafe dhe na kemi fëmijë dhe fëmijët to ndalin. Mirë, po na kemi edhe në orë shumë të vona të mbrëmjes, do me thonë 3 që sillen në ora 12, në ora 1. Kafiç, pse pelen ai kafiçi me hi? Qatë 19 vjeçar për shembull? Me? Po që 19 vjeçarin, a duhet edhe mu kontrollu edhe në kafiç kush? Ja, ato janë restorane të hapura që nuk mundet me i kontrollu kërkush, se ata janë qytetarë që shkojnë me ullë me pi një kafe me nej ato, dhe ato, do me thonë, ato nuk mundet as pronari i restoranit, as kush tjetër, po... Nuk ka qenë armë paleje në Vushtri, apo? Armë paleje. Për armës paleje. Por unë kam fjalën gjithë një për këta 3, do me thonë që bartin, edhe kjo bo dukuri bartja e armëve. Bo dukuri bartja e armëve paleje të këto mosha të reja. Dhe kjo është një shqetësim shumë i madh. Prej çasaj dite, çka keni me bo me policinë si kryetari komunës? Çka janë bisedat që keni zhvillu, masat që janë marrë në Vushtri mas ngjarjes? Vetëm të ndajmë përgjegjësitë, sepse policia e Kosovës është, domethënë, në përgjegjësinë e drejtorisë të përgjithshme të policisë të Kosovës, edhe na kemi bashkëpunimin, po ju konsultoni, konsultohemi, komtirë mbledhjen urgjente, domethënë. A ju ka njoftu? Për sigurinë e bashkësi. Ata na kanë njoftu, do me thonë, ato ashtë sa kanë njoftu për mes komunikata mjetëve të informimit. Kur gjo ma shumë kryetarit komunës e kanë njoftua? Jo për detajet, jo për rrethonat, ndoshta edhe për shkak të hetimeve që mos të preket ajo fush, por neve na kanë njoftu, do me thonë, çish ka ndodhur rasti, ku ka ndodhur, në cilin vend. A kanë lyp ndaj mas shtesë prej komunës? Na kemi kërku masa shtesë prej policisë. Po. E ata prej jush? Na kemi kërku, ata nuk kanë kërku prej neve, na kemi kërku prej policisë, madje kemi publiku dhe rekomandimet nga takimi që kemi pas, na kemi kërku nga policia, do me thonë që të ketë patrolla më të shpeshta, kemi kërku nga policia që të jenë edhe pa uniform, do me thonë për lokale, policia, për me pas më të lehtë, do me thonë me zbuluë. Kemi kërku nga policia që të bëhet një kontroll në për shkollat e mesme të larta, që na kemi bëhen të kalume në dorën zemër, nuk është tash. Çfarë keni bë kontrollën jo? Si komunë? Drejtoria e arsimit kërkon nga policia, edhe shkojmë në për shkolla, në për klasë kontrollohen për armë. Policë? Po. Me hinë shkollë, me kontrollu nxënësat për arma? Absolutisht. Nuk është diçka, nuk është shkelje, nëse Ka pas efekt ajo, sa ka ndodhur ajo? Po ka pas efekt, po. Sepse... Me naj bazë, a veç hinë në shkollë pa... Jo, kur ka bazë për dyshim, sepse i përcillin mësim nxënësit, i përcillin, do me thonë që ka nxënës që ka bartë armë, ka bartë, edhe do me thonë është në kuadër, do me thonë të kontrollave të rregullta. E sa kontrolla prej që jeni kryetar 3 vjet e fundi, sa kontrolla janë bo të tilla që të kujtohen në Vushtri? Kjo është kontrolla e tretë, mendoj unë, që është bo.